Një shpërthim tritoli ka tronditur Tiranën në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje. Një sasi eksplozivi është hedhur në oborrin e banesës së Drejtan Janos, ku ka dëmtuar mjetin e parkuar fatmirësisht, pa njerëz të lënduar. Jano prej vitesh është i punësuar në drejtorinë e metrologjisë. Ai është marrë në pyetje nga grupi hetimor, ku ka thënë se nuk ka patur konflikte serioze, por vetëm probleme apo debate të vogla me përfaqësues të bizneseve private, me të cilat e lidh puna si ekspert i metrologjisë. Kjo është një nga pistat ku po zhvillohen hetimet e policisë. Një tjetër version që po verifikohet është pozicioni punës së të afërmve të objektivit. Bashkëshortja e Dritanit, Dorina Jano, është administratore në Agjencinë e Pronave të Sekuestruara. Po ashtu, ai është edhe nipi Thoma Janos, ish zëvendës prokurori i përgjithshëm dhe shefi i sektorit të përgjimeve, sot në pension. Ndërkohë, kamerat e sigurisë kanë filmuar ngjarjen. Rreth orës 3:20 minuta, 2 makina janë afruar te banesa e Dritan Janos në Selit. Njëri prej autorëve ka dalë nga mjeti dhe ka hedhur tritolin brenda oborrit, e më pas të gjithë janë larguar me shpejtësi në brendësi të lagjes. Për grupin hetimor, sulmi me tritol duket të jetë më shumë një mesazh për familjen Jano për motive ende të panjohura.